Këtë herë do të kemi diçka shumë të veçantë. Te ky episod do të kemi një kamër të fshehtë për marathon me një personazh Klea Ballia që do ta mbaj lojë si një tifoz e futbollit apo jo. U vdes për futboll. Gjuta tha vet. Por marathon nuk e di që vetëm për futboll do ka lidhë Klea. Vdes flas të sporti. Po. Flet vërtet? Ta di. Shef Ka ngacmoj apo jo? Jo, shef futboll, kam vërtet. Ngacmoj. Çfarë shoh futboll me këje nuk e dinte. Shkodrani me Tiranën, çfarë futbolli shef? Po mirë, ore. Futboll shqiptar ndoshta. Po, Ose me shoh botrorin. O mra pika kush të mbotrar. Ore, prita burr filloi emisioni çfarë do ti. Po e nisim një këtë këngë. Çaka. Ekipin ton Kokë kampion. kakao. Esmera. Po kemi lind gati. A i rekti? Jerek. Dum gol, Po dum regjistron gol. do. Ja merr vesh në futboll, kam vërtet. Dakor, do Unë unë jam super ekspert në futboll. me E rafshi. shoh në Sa lojtar ka një skuadër? Po prita burr mos 23. E ka fjalën bashkë me bankinën bashkë me atë. Jo, qëndron, se Mirë, hajde se fillojmë. 25 tirën, po edhe 23. Ore, mos i dërgoj kështu tani, mos merr vesh në futboll. A shef që ka 23. Sa mund se ka kesh fut kodët doli plot. Fare. Zemra fare, A as nuk nisim mendova kur dush, fare, thash. O Klea mos e kemi nis- konfuzoj, mendoj që ti nuk di nga futbolli, po do të. 23 më pyetje, thash direkt po. 23. Sa kartona ka? Prit. Ka. O mantho. Ka 3 kartona. Zemra një e shi, një të kuq dhe një të verdh kur është mes. Ecim. Prit fillojmë se Falni, se- pa rrezikojmë pak. Klea. Jam gati për fillu. Miqtë të Andale Sport, ja ku jemi tek numri 12. Tek numri tribuna ka numrin 12, edhe episodi ka numrin 12. Do të jemi me një tifoze mjaft të veçantë, me Klea, një tifoze futbolli ndryshe nga të tjerat. Do e vetë vije këtë herë apo jo? Totalisht. Totalisht. Po pse këtë herë? Sepse nga që jam shumë entuziaste për futbollin dhe sjohem qes, treg, dark duke menduar për futbollin, Ama tash Flori të lutem më merr. Po, Mantho ti nuk e di nga që nuk rri shumë te vila dhe nuk na një personazh të ai shumë përveç meje. Po Klea ndjek futbollin më shumë nga unë. Po. tash I lej këto për efekt kamerës, si Jo, kam vërtet. Po, Bëj pyetje për futbollin e shikoje. më pyet. Sa lojtar ka I skuadër futbolli? Në fush. 23. Titullar. Titullar në fush. 23. A jena në rregull bashkë? Jo, titullar fush ka fjalën për të dyja ekipet apo jo? Po, të dyja bashkë pra. Po 20 nuk bëj se 3 Jo, 11 dhe arbitri 23. Po. Ja, Sot I madh. Shikoj, E ndishke futbollit. Arrin fush zemra. e- Arrin fush. Rri. Që I bi bilbili. Rri. Ah. Më pëlqen. si qesh apo? Po ç'të bën? Duhet të pa fendon tjetrën që ka Se për fol nuk- për futboll po, ti pra. qesh. Kërkoj ndjes ose fundosh. Mos e shikoj që është Klea tani dhe mendon që nuk merr vesh nga futbolli. Dakor. Tërhiqem. Jemi. Po Jemi. thot bëj pyetje specifike për Bayern. Okej. Ecim. Futo xhigëritëm se e ke filluar çik si keq. Pse miku im? Pa tu qesh me ato gjithë ajo. Ec. Kam vërtet. Hajde një herë. Pra, këtë vit Bayerni po kemi edhe Shqipërinë dhe Kosovën në play-off. Ti e ke ndjekur të dyja apo jo? Po. Pyetja. Kush është? O ma thëmë ndimon që këtë lutë. Kush është pyetja? I kam ndjekur. Pëlqeu ndeshja e Shqipërisë? Me që edhe me shallën e Shqipërisë? Zemra super mega ndeshje. Po që e kanë lënë Armandon pa los, zemrën time, my little baby, babyn tim të vogël dhe pa mbrojtur që është dëmtuar kaq shumë herë I shkreti. E kanë marrë mësysh. Po ti mendon që po I bim qaf brojës po e fut ajo apo? Jo, I ka ras super në qaf. Super në qaf, ai e shkreti thyn aty ka viljen, edhe e marrin ata është era tretë që thyn ka viljen. Jo, për nuk është se thiu ka viljen, se u Po, kthyn pra. lojë me Burnley. Po pra, po gjithsesi. mërzita shumë. Baby im I vogël. Po nesër me Serbinë pe? E pash. E pash në Shkodër. Pse në Shkodër? E pash në Shkodër se atje u ndodha dhe u kënaqa shumë. Unë e dija që do fitoni mëre, po u mërzita që nuk fituam dhe në Serbi se kisha I fare shpresa. Në Serbi fituam ne. Jo, Ne fituam Serbi këtu barazum 0-0. jo. Nuk barazuam këtu. Këtu fituam. E kam me rob shpjegoj. Po Klea, prit. Para se të fillojmë, çfarë teme do të prekim që të flasë që më tamam. O zemra, mi the pyetjet para se të Po fillojmë. pra, po këtë do tani, këtë pyetje do. Po pra, po unë kam drejt, unë e di, e mbaj mend. Ton sta flash score. Hape. Po ti e di, po edhe ti Merë fsha shpirtin hap dhe skor kur e di dhe vetëm. Unë e di, po nuk më bindet kjo. O zemra, është si më Mos gënjel. mos më luni mend tani. Ka me tendencë. O madhe, po dhe ti e po nuk e I bindur hap dhe skor. Tendencë duan këtë ti të marr vendin e Bjontit të duan tendencë Po tot. dhe ti bjondje. Po pra po. Shive.
Serbi Albania 0-1 për ne. Në Leskovac u lut. Po këtu lut në Shqipëri Serbi 0-0. Ha se themi dhe herë, mos e rrit më. Mirë. Mirë, hajde fillojmë edhe një herë. Si e bëra pyetjen unë? A e pe ndeshjen Serbi-Shqipëri? Po, ha. Jemi, thuj kur dush. E pe, jo, 3-2-1 dhe njerë? E pe ndeshjen Shqipëri-Serbi? Serbi-Shqipëri, pas, lutëm jashtë. E pa të knaqa shumë. E pa Shkodër, isha shumë e lumtur që barazuam. Po ç'ndeshëm Shkodër ti? Po. Isha Shkodër se atje jam, andej nga jam. Je nga Shkodra? Po, jam nga Shkodra. I bi... Ka kemi nga Shkodra kombëtare, në Hysajn. Hysajn, po. Si s'po flas fare, ti nuk po flet fare, po kërkon ndihmë. Ka një loj Flori. Ti po kërkon ndihmë, është hera parë në këtë sezon që ti shef nga Flori dhe i thua të lutem më ndihmo. Më thej që ka fituar Shqipëria këtu. Ç'a thosha unë? O zemra, po kështu më jam vetë, se më kënaqa shumë. Linja për ty, Flor. Po. Me që përmendëm kombëtarën, kemi atë lojën që thamë që do e bënim. Është loja cili është lojtari më i bukur të kombëtarja. Po. Unë po filloj nga ata që bëjnë golat nga reparti Ajo e tha, avancuar. bro, jo, po. Po, unë kam top 3 time. Po ja. Do shë ndrohet mendja. Atëherë, Mirlin Daku apo Rej Manaj? Ah, po i bën kështu. Daku. Pse? Daku. Nuk më pëlqen Manaj fare. Daku apo Uzuni? Daku, as Uzuni s'pëlqen. Daku apo Broja? Broja. Tu mbaroj kjo emision Broja. buket. Prit. Broja. Se bëhet të vështirë. Broja. Broja apo Arber Hoxha? Broja apo Bajrami? Broja. Bajrami nuk është keq. Broja. Broja apo Aslani? Broja. Daku apo Laçi? Ishim te Broja. Kapi. Broja, Nuk ish për toga Broja apo Laçi? Broja. Broja apo Shehu? Broja. Broja apo Mitaj? Broja. Broja apo Gjimshiti? Po ka fshon gjishti. Ne e përgjigje. Jepi një mësit i mbajt të dy. Ja. Ishte gatshme. Jo, vetëm një. Broja. Ua, po se ka Po shumë mendu. brojën? Qa të gjithë e broja njërë? Shumë i mirë. Edhe- Është verjor aspekti. si unë. Vetëm se është verjor, po verjor janë gjysma aty. Malsor. E fundit, Është malsor. Malsor. Broja apo Strakosha? Ua, Strakofsha ime. ka strakosha, ju strakosha. Absolument. Strakofsha ime. Kjo emision po shkon në nivele të dura. Zoti i madh. Ha, se dy të fundit ishte çik vështirë për ty. Shumë e vështirë o Flor. E ndaj e një. Nuk po e ndan akoma. Broja. Armando Broja na doli i preferuar jot po. Po unë e kam thënë kudo më Flor. Okej. Tani, se do futemi pak që ta dish që Klea merr vesh nga futbolli dhe nuk po bëj kot, do futemi te një detaj shumë teknik. Ti ç'a mendon për shembull për futjen e varit futbollit? Ka prishur futbollin apo jo? Vari është super gjë. Sepse Se kur bëjnë ndaj gjë ata aty ti e hap varin dhe e shef se çka ka ndodhur. Po. Edhe pa varin nuk e bëjmë dot. Po, do të thënë ti nuk mendon që ka ndiku Po pak ti për se keq. mendon që e ka vari futbollin, sepse atëherë tani kur bëhet gol, duhet me prit vendimin e arbitrit. Atëherë boshe gol e flishën me një po Po ose jo. ndoshta e ke bë offside. Po gjithsesi është atmosfera më ndryshe. Tani kena Po bë. çili ka atmosfera ore ti? Nëse është offside ai nuk quhet gol, po t'ishte Shqipëri-Serbi dhe t'ishte offside ajo, të vinin vazhdonin ata pa e pa varin fare. Unë mendoj që do kishte më shumë emocion po të ishte tamam pa varin. Jo. Se qose Po mirë, se ti ishe tifoz e Bayernit. Par vjet në Champions. E pe ndeshin Real Bayern 2-1? Normal. Kur u dha goli me var i Rudigerit, zëdoj ta ishte anullu? jo. Po. O zot i madh. Nuk shef futboll, s'm lot kot. Nuk anulloj. Ora, shkon futboll do thjesht nga që kishte marrë ca pyetje Kam kështu pak para. probleme me kujtesa. Kishte marrë ca pyetje para dhe po e ngatrojnë pak. O vdeksh. Po më fal, ti çfarë punë bën? Ti s'merr vesh fare nga futbolli. Ti. Edhe më thunë mua, Në kë ishe tifoze ti? me Mesen. Po në Gjermani? Me Bayernin që ishte në Gjermani. Me Bayern. Kë ka trajner Bayerni? Njërin që është shumë e mirë. Prit pak. Pse vjen siklet në këtë pyetje apo? Po ç'a ti the? Po më dëgjoj pak se e kemi këtu nëse nuk e sheh. E kemi këtu. Po ç'a ta pyes? Më Po dëgjoj. them pyeti. Ti mos e bëj, sikur nuk merr vesh futboll. Thotë ka trajner Tirana, këto ndoshta nuk e di të gjitha. Aq që ndjek futbollin, po pyetje për gjëra më të përgjithshme e burr.
Të tipit. Ka trajner Tirana, ka Bayern. Nisa del derbi. Ja del që nuk e di del keq. Vërtet. Po bëj tas atit, jo ty, me ti po flas but. Ç'ke? Më dëgjoj, bëj pyetje më të përgjithshme. Kush a merr Champions-in e Çfarë bot? Ti thu ka trajner Bayern, ka trajner Tirana, po ndoshta nuk e di ndonjë harron për momentin. Ha, jeni gati? 3-2-1. Më ilumina. Po me kombëtare përveç Shqipërisë me këje. Me kombëtaren. Përveç Shqipërisë. Po vetëm një kombëtare kemi. Me skuadrat, shtetet. Në përbot. Me Barcelonën pra. Barcelona nuk është kombëtare, kombëtare në shtetet. Shtetet. Po, me Brazilin. Edhe herë, pyeta bëj pyetje. 3-2-1. Jo, me Anglin. Ja me Anglin. Ndajen mendjen, s'ka rëndësi, vetëm vendos një. Ja me Anglin. Edhe një, gati. 3-2-1. Po kështu me shtetet me kombëtarët me këje? Me Anglin. Ç'ne me Anglin? Ç'e mirë të e mira që më çon tek Anglia është Bellingami. Para se të kalojmë ta mbyllim pjesën e parë, unë do të them urime se ishte një kamerë fshat për ty. A mos ja Po para ta se spisë ti legend. Se Klea se përgatit fare për mua. Mbytë mendsh. O zemra, e kam këtë efekt unë të njerëzit. Zoti mo. Se Klea Po ne pse ndi borishë si pasati. Prandaj mori më flore. Klea, faleminderit që ishe. Faleminderit. Që na dhe mendimet e ndritura të futbollit. Edhe pse u përpoq. Gjitha imja. Tani na lër vendi për dy tifoza për vërtetë që ndjekin futbollin pak më shumë nga ti, pak më shumë nga ti. O zota ma hoqi Zarin, thashë. Hakmarja thonë që është një pjatë e cila serviret e ftohtë, por personalisht preferoj që një hakmarje të jetë nxehtë dhe përvoluese. Kjo është java e derbit, derbi i dytë i sezonit, dhe ne do të diskutojmë në prag të këtij derbi me tifozë të skuadrave të Partizanit dhe Tiranës. Kam pasur detyrën për të gjetur një tifoz të Partizanit. Më shkoi mendja pikërisht tek Papi. Pse te Papi? Dashini për pak Papin. Tifozi i vjetër i Partizanit, së fundmi pjesë e skuadrës. Partizani Channel është ky njeriu kryesor, kanali i vetëm dhe i parë, skuadra e parë që bën kanal në YouTube, zyrtar etj. Papi është jo vetëm tifoz, por i jep gjithë kohën e tij për skuadrën e Partizanit, edhe kur nuk është në shkallët e stadiumit. Pap Kodra, përshëndetje, faleminderit që na erdhe sot. Prezantimi. Nuk isha mbyllur asnjëherë. Nuk mendoj që të marrësh në prezantim të mirë. Mirë se na erdhe, faleminderit që pranove ftesën. Komplimente për shkak. Unë kam marr ftesën, e kam pranuar për matë, se Flori mos u merr personale. Po sepse ky podcast ka një çik mënyrë e keqe dhe e mora personale me Flori. E ke për derbin apo për podcastet e para që ka qenë derbi Tirana-Partizani, ka qenë një përballje e ashpër. Një përballje. Ndërkohë nga krahu im unë kisha detyrën të merrja një tifoz bardhë dhe blu nga Tirana. Dhe kush ishte më bardhë dhe blu nga dikush që është edhe me Napoli, se blu e kanë në shpirt, Geri Kusi, përshëndetje. Flor, i lumtur që më ftove. Është momenti që gjendja është relativisht e keqe. Po të themi këtë gjën, po, hajde gjejmë problematikën dhe hajde gjejmë hallin. Është problemi ke lojtarët, ma beso. S'kan finalizim të Tirana. Tirana ka grupin elementët më të mirë të mundshëm, po s'kan finalizimin. Pra, mesazhi ishte ne kemi qenë dhe situatën e këtyre, ha? Prit, mesazhi ishte merrni shembull të tifozëve Partizanit, që nuk e shajnë skuadrën dhe kur janë hall. Tani në rrjetet sociale paktën janë evidentuar gjithë ato pakënaqësitë, por në stadium mbështetja ka qenë maksimale, mbas edhe ecim atë për Fanell, patjetër për Fanell kemi qenë gjithmonë për Fanell, edhe unë si pjesë e klubit dhe komentator apo pjesë e PR-it të klubit gjithmonë ndihemi i ndihmuar dhe por për momentin derisa nuk ke gjë në dorë që domethënë të ndryshosh diçka, edhe presioni patjetër që presidenca e ka, patjetër që e ka presion se ndjen rezultatin, nuk i takon Partizanit Tiranës të jetë në këtë situatë. Por që kundërshtarim, po e them kundërshtarim. Kundërshtar fush, okay. Fushë tribune, patjetër, ishte shumë i gatshëm, optimist që do të arritet 6 pikë, shumë janë për dy neshë si Dinamo. Unë isha përballë kisha Dinamo Tiranë me këtë situatë ku ne kemi optimizëm, nuk mund të them me këtë pikë aq. Hajde flasim për vetbesim. Por e dim gjendjen aktuale, e dim gjendjen aktuale të Partizanit, e dim gjendjen aktuale të Tiranës. E vetmja e mirë juaj që më morë trajnerin nga kallaballiku juaj. Nga brenda ekipit, nga mrena skuadrës. Problemi jonë është neve tani që morëm një trajner që në thonë za ishte përzën nga Gjilani ku ishte, dhe mori ti që hajde ndërtojmë dhe na shpëto. Por, duke parë mentalitetin e Nuhiut,
ka thënë dhe ka bërë me deklare. Se unë shkoj. Ti mendon se ti e ka grupin gati dhe ai po implementoj. Ka grupin gati. Se ndryshe nga Partizani, ki po vunte vetëm për drejtim, sepse grupi ka 40 lojtarë në gjendje. Po studioj te Tirana dhe ajo çka unë dua ke Tirana. Tirana ka akademinë më të mirë. Ka 19 vjeçarët, ka 9 vjeçarët i kem katëri dytë. 18 vjeçar, 17 vjeçar, unë poshtë këtë jam deri me Partizanin. Nuk u thash më të mirë, një nga më të mirët. Ka akademinë më të cilësore. Vjet kanë dalë kampion. Kush do të Tirana? Kush? Mosha, 20 mosha. Cila mosha? U15-14. Shiko, është Brezi Meçer quhet 17-18-19. Aty mburret akademia. 15 vjeç ai bën diferencë me trup, bën diferencë me shumë gjëra. Mund gjithsesi. Për te respekti sepse akademia e Tiranës është një nga më të mirat, absolutisht, mund ta thuash me plot gojën. Kemi nxjerr individ. Që nga Tirana ka dalë Sergio Vogli, nga moshat ka dalë dhe Mihana që e nxorën tani. Po. Kjo po më pëlqen se nxori edhe bëri mentalitetin e ri e bëri në ju. Ishin 2 trajnerët e tjerë, për mua relativisht gabime dhe të presidentit tu. Themi vërtetën. Sepse nxitoj, sepse unë mund të isha edhe një. Po, e them, mund të ishte Gent Munça një ndër to. Po, e pranoj, ose Agustin Kola. Legjenda. Nuk një lojtar që ka luajtur. Ishte një lojtar që ka luajtur dhe hajde po. Ta afrojmë tu dhe të bëjmë dhe këtu janë gabime tu, po. Mendon se Trajner Ligu bot vetëm me emër? Jam legjenda të bëj Trajner Ligun, se bën dot, se ka dot ata fsin për menaxhimin. Po njeh ekipin, po çfarë do marrësh ti? Më mirë të marrësh një nga jashtë, edhe nuk është cilësor, apo të marrësh një që është javë, ke Tirana, ka tregu ke Tirana dhe ka tregu realisht shumë. Po, mund të luanim tek atë që është ka Bylisin sot e kësaj dite. Mirëljosa. Absolutisht do bënte më mirë se nga këto që janë tani. Ta ka rraf Tiranën me një notë. Hajde tani dhe diskutojmë këtë punë. Hajde pra meri ka akademia, furnizo, meri, rregullo skuadrën, jepi impiant. Po thuaj aty tifozit që po në këto 4 vite nuk do marrim gjë. Do luajmë që ne të rrim kategori. Dil aty me fytyrë ke Tirana, dil aty ke KF Tirana dhe thuj, tifoza, në këtë mënyrë nuk kemi gjë të rrezi. Dil e implementohu. Nxirë gjën siç duhet, do investojmë ke akademia. Deri në vitin që ne të rregullohena. Tani, për ti pak dhe prag derbit. Do të flas me Papi këtë. Papi është mund të jesh çik i rezervuar, po si ta shohësh ti? E bujsh me shumë deklarata Kërnajas. Kemi 3 sfida para, tha, 9 pikë të plota. Luan me Bylisin nesër, të mërkurën, luan me Tiranën derbi, luan dhe me Flamurtarin në Arena Demave. Shiko, ai që ka parë Kërnaja ka guxim edhe në fush, po edhe në deklarata ka shumë guxim. Trajner me këllçe vlla. Flori e tha që pjesa guximit, por guximi vjen dhe duke parë dhe duke arritur të njohtë skuadrën. Ai ka njohur, besoj, dhe ka kur ka punuar tek Partizani B ka qenë shumë pranë dhe me ti di shumë mirë Milinkovic. Pa. Edhe ai ishte shqetësuar që gjatë gjithë kohës kur ishte pjesë asistentës Milinkovic ishte shqetësuar pse nuk më dëgjon pakës nga ato njohuri që kishte krijuar për Partizanin. Gjithsesi, ai momenti vjen sepse i thonë që kush punon një ditë fiton. Edhe puna aty u pa, ai ka besim plot që thot ashtu. Realisht sa besim ke? Un jam tifoz dhe jam emotiv. Un sinqerisht do ta shmang dhe ditën e neshës derbit, do të largohem edhe më kap ai, nuk kam probleme edhe. Jo, vitet e fundit kanë filluar duke shqetësimet që shtrëngimet e forta dhe mundohem që po çfarë të bëj? Puna tash do të jem aty ke mikrofoni poshtë. Këtë radhë është Tirana Prince, duke jam në speaker stadiumi që ti mërzit jetën. E shkon nga tribuna. I provokoi pak deri nga lui, provokoi se bëjmë një diçka. Sa provokime. 0 ishte vërtet. Ti beson që jo, e thashë 7-3, të lutem tash. Është korrekt. E thash. Ndërkohë fitoria më e thellë thash e Tiranës ishte 7-3, por djeg 8-0. Ti beson që Kërnaja mund t'i marri 9 pika apo ju do e ndalni? E ndal Tirana. Pse? Bazuar në çfarë thua këtë gjë? Në bazuar duke bërë edhe intensitetin që ka kërkuar në Hiu, ka kërkuar 6 pikë në Hiu. Për 3 ndeshje derbi, 2 derbi. Jo, Dinamo dhe Partizani. Për 2 ndeshje që ka këtë javë. Ka kërkuar 6 pikë? Po. Mos është shumë jo realiste kjo? Dha, nëse nuk merr 6 pikë Tirana është në pikë hallit pastaj. Pika hallit. Nëse ti, po jo pse nëse do lym për 6 pikë. Që shkojmë 13. Me Dinamo dhe Partizan flasim edhe ke pjesë analizë përveç tifozikut. Edhe Dinamo Partizan të dy skuadrat janë që janë shumë të ftohta duke qenë edhe qeta, nuk kanë atë presion që ka Tirana. Ai që ka presion e bën më shumë. I njëjti presion është. Jo, derbi ti jep i njëjtin presion. Ka presion, po jo si ju. Jo. E kupton se shkojnë 80 e tjetë 0-0 ju vini pas një humbje me Dinamo? Çdo thot për ju. Po mos e merr kështu. Do shkoni. Mirë që Tirana do të fitojë me Dinamon.
do japi atë intensitetin e dur, po do patjetër Shiko, nga nesha Girdaja është një trajneri pas Tetovës, është trajneri më i mirë në Shqipëri. Themi të vërtetën. Girdaja vendos pas Tetovës. Girdaja. Tetova absolutisht. Tani jemi në Shqipëri në këndvështrimin tim është ditë. Të dha besim se tha dhe papi tani, ndesha me Ignatin të dha besim. Bët një 20 minutë të fundit shumë interesant. Tirana ka besim. Është kriju bashkëpunimin në ekip me një arsye të vetme. Po ndjesohet fanella. Sepse edhe vetë ato leadershipi brenda e kanë kuptuar që vlla ti ishe vetë e pe me Ignatin. Po. Ishte më u pa shumë mirë. Por mua Tirana ka bërë ndoshta ndeshjen më të mirë këtë vit, edhe s'u fitoi. Pika hallit vlla, Grandi protestonte tek arbitri ti. Kisha mbrapa dhe e Se ky ka bërë video. E shifja nga moment vetëm ishte vetëm kështu. Ka moment. Mirë, okay. Është instinktive. Po e prisja edhe nga Grandi është kërkues ke Tirana, se nuk ka më çau Grandi. Edhe nga Jati vet. Me problemet e brendshme, me gjonat e brendshme. Po, do përmend dhe Goldin këtu. Gocën e presidentit. Ajo Goldi është Flori. I kthyu marketingun Tiranës. Goldi është Flori. Goca më Flori te Tirana. Themi të vërtetën këtë pjesë. Respekt absolutisht pafund. Pse? Do thoni. Unë se kam nga që kam komunikim. Unë kam shumë për zemër Goldin. Nga ana procedurale ose nga ana e marketingut që i ktheu Tiranës, i bëri një justifikim. Po. Gjës, duke parpamjen që Tirana ishte absolutisht topët në vitet e fundit. Pastaj, edhe këtë tifozëria du të kapën pak. Se nuk u adhurua Tirana kur mori ato 2 vite. Ka marrë 2 tituj në vitet në mos gaboj 4 vjeçar në fund. Para interesante. Fakti periudha ku akuzohet Partizani si ekipi mbështetje politikës. Ne keni vetë politikën brenda. E kanë gjithë nga pak. Jo, interesant është që unë nuk më intereson të kërkoj gjurmoj Tirana në histori, po që ka fituar 7 kampionate, 6 kupa, ka marrë pjesë në Europë gjatë komunizmit, ndërkohë që gjatë diktaturës, se diktaturë thonë ju, ne i themi komunizëm apo socializëm. Ndërkohë që Partizani gjatë demokracisë u tentu shkrirja, edhe u shkri. Kush ishte diktatura më e madhe? Kush u bë diktatura më e madhe? Gjatë është një klubi që edhe Tirana është degraduar kohë komunizmit, do të flasim vërtet. Nuk ti jep një 7 kampionate, të shkrin. Dole kundër sistemit të shkrin. Po jo. Nuk është. 7 kampionate si fort lidhje. Ashtu ka qenë dhe e ndan me epoka. Po flasim për demokraci, po flasim për komunizëm, ndahet me epoka. Se kam dhe këtë librin tu, kam dhe librin kjo është Tiranës, është babadëm, është perëndori golit. Ky është perëndori golit, patjetër atë do të dalë. Aty ka ishte të dalë. Ka nis ka Tirana patjetër. Po shihi deklaratat gjithë dashamirësisë lojtarëve të Tiranës. Ai libër për refiguracion. Unë patjetër për respekt simbolike për ne. Po patjetër për ju. Është i shkruar dhe edituar nga Sotir Sefere, por mjafton ky titull i fortë, perëndori golit Rafik Resmja, një danotsh i këtij qyteti. Ka luajtur për Tiranën, patjetër, ka respekt më, por deklaratat që janë të brenda që ju do t'i keni. Çka ka thënë? Afua një, unë s'e kam lexuar. Ka thënë vetë Tiranë, lojtarët e Tiranës. Çka kanë thënë? Ka thonë që krenaria Partizanit mbreti golit futbollit shqiptar. Domethënë nuk ka thonë njëri që u vjedh nga Tirana, u bë nga Tirana, edhe vetë Refiku e familjar që kemi takuar dhe që u editu ky libër. Domethënë ato presin me padurim një dokumentar nga Partizani sepse ato e ndjen edhe dashurin shumë këtë klub. Jo vetëm Refiku, por këtë ka thënë gjallë dhe Panayot Pano që është shkruajt në lart me një cover, një banderë të madhe. Partizani se ndroi sa të kemi jetën. Ka thonë Loro Boriçi që shkruaj stadiumin. Ka thonë Loro Boriçi që Partizani është më shumë si klubi i kryeqytetit, është kombëtare e dytë shqiptare dhe Geri nuk qenë shumë dakord duke me këto deklarata, po nuk jam as pak dakord. Tash nuk është, nuk kemi drejt, a di çfarë pëlqen më këtë tifozëri ju që thotë nuk kemi derbe me ju. Kjo kanë shumë të drejtë kjo pjesë, nuk kemi derbe sepse ne jemi kombëtarja e dytë, nuk kemi ju. Kombëtarja e dytë sepse gjithë legjendat e futbollit shqiptar kanë vesh një herë vetëm dhe kanë bëu emrin e Partizanit. 17 ka. Mirë. Ama kemi humb 21 herë, dhe ndaj 21 herë. 26, 23 të vjetur duhet ishim 29. E bona me progon zgjidhje. Do të ka vetë. Jo, absolutisht. Jo, shiko, do të them vetëm diçka. Po, patjetër. Në respekt të derbit. Janë 2 ekipet më legjendare të Shqipërisë.
Absolutisht. Po pse do njëri Patjetër. do I tifozi Partizan bi Tirana, lene mos ajo është emocion momental, është emocion momental, nuk e do me ta siguroj, nuk e do. E di shumë mirë këtë. Po pse, po kjo e mban gjallë, kjo neshë e më gjallë kampionatit. Nëse do ta marrë për financat, do ta diskutoj. Absolutisht. Nëse ne luhet sot 4 derbi, e ke stadiumin full. Më gjej një ndeshje tjetër ti që sot mbushet full. Por e ke këto algoritmi herë, interneti e valon. Ndeshje. Vetëm klikive gjëra, edhe sikur mos shkon në stadium. Absolutisht. Nuk mbushet në asnjë ndeshje tjetër. Dhe nuk I le verdis federatës, ti hudhi të dy janë nga kategoria. Mundësisht I mban. Gjen një zgjidhje, sajohet në një farë mënyrë. Edhe shpëtojnë të dy. Po, më na duan dhe tha dhe vetë para. Unë për ne respektojnë nga kjo ana. Tha, asnjë tifoz I Tiranës, asnjë tifoz I Partizanit nuk e don rënien e të dyjave. Se humb rivalitetin valla. Herë parë mbas 12 vitesh rresht kampionatin po tenton Levski atje. Edhe skuadra me emra të mëdha të CSKA e gjitha dhe Partizani e Tirana po e vuni çik te Ignatian edhe Dinamo City. Ignatia ka kriju investim I shpejt. Ka kriju investimin e shpejt dhe presidenti. Po shumë që Dinamo City më menaxhu vlla. Ka investuar shumë. Patjetër. Ka menaxhu që dy skuadra të mirë. Mato ka pa I detaj Dinamo City në përmendë me thonjza. Jo, them Dinamo City me thonjza patjetër për investimet, për mënyrën e investimit. Mendoja që nuk vazhdoi. Se nuk janë investimet kok me atë, paktën nga që kemi parë ke lojtarët. E kupton, nuk e kisha për Dinamo City. Mendoja që jo, me respekt madh, edhe pse ka ndryshuar emër dhe nuk e di si figuron atje federat me 0 titull apo jo. Me që jemi tek investimet, në fakt investim shumë I rëndësishëm ka bërë dhe LTP Jeans, që më veshim mua ditën e sotme në prag të derbit me Tokuqe. Por, nuk kam menduar vetëm për ty, se edhe veshja ime nga Kotoni është paqë bukur. Kështu që përballi derbi me 2 veshja të reja në këtë herë. E bukur. Tani, a mund të komentoj diçka? Keni një këngë që vazhdon kështu. E bëjmë pi montazh. O ngjyrën e kuqe, e veshin k***va kur duan muqi. Tani, kombëtare desh më thon? Bravo. Si mund të rri kjo këngë në stadiumet kur kombëtarja vishet me të kuqe? Unë këtë se kuptoj dot. Është ngjyra kuqe rremtë ajo, nuk është kuqe. Ka rivalitet derbi. A ka rivalitet? O, dakor, në çdo këngë. Ja, çu kam marr tu e kam menduar, po se pas të njëjtën mendim, sinqerisht, nuk e di pse. Ta gjej. Mirë, po ju tani, a e kuptoni çfarë rivaliteti ka derbi? Dakor. Po pra, po jo do kapim ke rivaliteti. Po më dha. Kjo ngjyra aty, kjo ngjyra që vetë, po çfarë lidhje ka? Kombëtare ka kuqezi. Unë sepse thash nuk kam qenë themelusi Gorica. Një nga, m'fal, kërkojnë dia gjithë Gorica. Po edhe ju keni këngë që një nga themelistë që janë që kapin kemi heq të grekëve, atë kemi pas disa këngë ku Korea thash nuk hyn fare kjo. Mua vetëm kjo, të tjera këngët e kuptojnë rivalitetin, vazhdoni. Po vetëm kjo s'u çndon. Po shifra nga rivaliteti dhe nga tifozëria që kanë pak. Këto I kanë ngel sepse kanë qenë disa këngë që asnjëherë kategorisë ka me provu. Jo, po. Edhe çka keni fshi nga repertori. Më thuaj se si ndihesh kur un këngën ta këndoj. Ti ke më mirë se ato. Asnjëherë nuk Ka I dyshim te kjo. Jo I dyshim kjo, jo unë kam pas dyshim këtë këngë nga ajo. Ke Partizani vjen kështu që derbive vinë edhe shtohen. Domethënë dhe dalin këngë të reja. Absolutisht që kanë edhe ato repertoret që domethënë ti u kape ke kjo domethënë. Jo, vetëm kjo që do mua. Po e kuqja pra mund ta jo, tash aty atë ngjyrë ka Partizani, tash ta ndryshojnë. Një pyetje se jeve dhe dukesh djalë shumë I pjekur me respektin më të madh që kam, pak njoft, por mendon që karikohet skuadra për 70 minuta, 65 minuta Partizani. Mendon se është karikohet skuadra? No? A mendon ti se karikon skuadrën tate? Se mirë se Se një teori është që më shumë I bashkon urrëtia e Partizanit se dashuria për Tiranën. Jo, se më shumë tani vetëm ta bëj kështu. Ja, ç'është kjo. Tirana ka treguar dhe në ndeshje me ekipe të tjera që ka patur grupim shumë të madh. Me thënë drejtën. Dakor, po është grupimi më I madh në Shqipëri. Vari pak I zjarr. Pas që milon varën e kuqe për çfarë? E ke bardhë blu. E ke të dyja. Ti ke gjë të mirë se do I bish me natë. O vetëm stipeni kështu. Shiko, do kemi një lojë me pulsantë kemi këtë lojën. Pra ne do bëjmë pyetjet dhe ju shtypni pulsantin, po të mendoni që përgjigjja është ekipi juaj. Pra, unë do të them cila ekip e fiton derbin dhe shtyp kur mendoni që është ekipi juaj që fiton. Për ta thyer I pari, Jo, nuk ka problem. Atëherë, ta fillojmë me atë. Nëse disem për çfarë fiton ditë më shumë. Cili ekip e fiton derbin? Ja, s'u di bi. Tirana. Ti I re apo? Jo. E le? Ja di bi. Mendoj që nuk fiton Partizani apo? Jo, fito po ta mbaroj deri në fundet I bidhon pastaj se. Po s'ka që ju stipeni, se ti pas respekt të burr. Argumenti I shkurtër pse fiton Tirana? Pse fiton Tirana? Okej.
duke pa gjendjen e Tiranës aktuale, shpresoj shumë, do e marrim një zemër kolpo të mirë, fitojmë ndaj Dinamos, zemër e curi edhe fort nëse Tirana vazhdon me këtë edicionin që po mbledh dhe po ta lejë të punojë ky trajneri. Punoj me akademinë, Tirana fiton derbin për një arsye të vetme. Problemi madh tifoz lojtar zgjidhet në derbi. Një zgjidhje 1%. Jo shumë. Pyetje. Jo Kam pyetje. Kam pyetje. Jepi. Në rast se e the që fiton Dinamon dhe pastaj Partizanin. Po në rast se nuk fiton me Dinamon, sa i ulet përqindja fitosh me Partizanin? Vazhdon rivaliteti. Vazhdon sa të shanset. I njëjtë është sepse nuk është i njëjtë rivaliteti mes Dinamos. Vazhdon video tjetër virale në internet. Jo më. Tema tani. Dal që derbit e fundit pastaj. Sa të keni marrë episode për derbit e fundit tani. Pyetja e dytë. Kush ka lojtarët më cilësor aktualisht? Deri në fund. Përveç 11-çes, ne kemi 3 skuadra me garanci të plot. Kjo pjesë thjesht momentalisht është ai që po punon dhe trajneri është kemistria, vendosja, vendet e dur, sipas formacionit dhe ai e ka bërë gati, siç e ke parë rezultatet i kanë treguar që skuadra funksionon edhe ka vënë siklet Vllaznin dhe Elbasanin. Tani një kritik misore. Mu duk geri që re dakord ke qartë më duket. Jo, absolutisht, nuk mund të pranosh prag derbit, pranosh këtë detajin që i kanë to më të mirë. Ti thuke sfadë më cilësore? Mos mor burr. Përveç Tabeku Sulmusit, ai më pëlqen. Tabeku kemi do donte. Edhe Solesh interesant. Haxhiu. Po 2-3 elementë. Mendoj që por prit, gjynge cilësore të vera, punëtor. Është ai mbrojtës, po edhe i greku më pëlqen. Është i mbrojtës grek me grinta i pëlqeu. Portierin morsa rrua, portieri Tafas, tjetër nivel. Para Çikos ja. Ecim. Kam një këshill miqësore për papin, t'ia thot Kërnajës kur të shkoj. Ndashtë nda çau, pastaj puna jote. Miqësore. Aman atë binsukën. Aman valla. E di Mato binsuka unë shumë pranë teje gjithmonë, kështu që ta përfundoj. Je tim rrezik në këtë pjesë. Vetë ta përfundoj. Se në Europë u provuan ky Tedi Malaj, Qokthi u përdorën Himallari, Kraudiat shumë të mirë, pse mund shtukën dhe futet prapë Binsuka. Që Binsuka nuk ka bërë një fakt përgatitor normale. Ti e di këtë gjë. Po tensionova. Patjetër që është lojtar me cilësi me vlera. Ajo pjesa që the ti s'ka bëj fazë mbas edhe ndikon momentalisht për aparencën. T'ia themi Kërnajës amik. Ecim. Okej. Pyetja ime, cili ekip ka trajneri më të mirë? Absolutisht. Trajneri Kërnaja me rezultate me punë e djers është një njerëz që do i duhet çdo skuadër futbollit shqiptar. Sinqerisht, ka i kohë e petkut, se edhe unë do të isha më casual në këtë studio, po që ka i kohë e petkut të xhaketave dhe atyre emrave. Me keqarim, respektin më të madh për gjithë trajnerët shqiptar që kanë emër. Kërnaja është një djalë që pak rëndësi ka si shkojnë ndeshjet e radhës apo nesër pas nesër si shko puna me Kërnajën, unë i uroj suksese, mbare mirë. Sepse nuk ka marrë akoma fitoren e parë në Ujun kryp të Tiranës apo jo, s'ka fitore. Jo, Po ti shohësh deklaratat e Nuhiut, që çdo deklarat thot po punojmë me çunat që gjejmë individët cilësor dhe unë dua këtu tha individ që punojnë. Unë dua këtu tha komart, tha po nuk e dia gjendin. Po, këtë tha. Por tok tha. Po. Ku e dia unë këtë punë. Kur mora ftesën nga presidenti që isha trajneri i Tiranës tha, pash emrin Elit. Pash emrin shumë të madh tha. Dhe kur mora tha dhe pash ekipin këtu tha, s'kishte tha, e di çka ka thonë. Ka thonë dhe këte, s'ka më si lojtar Tiranës tu, tha. Si idea bëjmë, tha. Unë këtu, tha, s'kom nuk njof njeri, tha. Kapitenin, tha, e pas keni të Karabecin, duhet nishtë në parë futi Karabecin. Kapitenin, po pra... Për dhe mesazh qartë. Për e futi mesazh i qartë, e di pëse është futi Karabecin? Unë rando nga mik. E njo, nga prando, më thonë. Pa qka se ka atë rivalitetin me Partizanin, po kur nuk e ka shprej. Nëse ne të ta shikojmë, ka luajtur me të dy ekipet, po kur nuk e ka shpreh negativitetin, që të ketë edhe derbi, patjetër kam respekt maksimal për këto njerëz. Disiplinë. A di pse është fut Karabeci? Për të dhënë shembull ju të gjithë. Kur fus këtë tha, që është 38 vjeç mos gaboj, ju tjerë thanë, nuk ju ka problem sa t'ju heq, tha. Bëni gati durët. Se kjo është temë diskutueshme shumë. Jepi pra. Kush ka historinë më të madhe? Per, e dia e prisja. Kush do nisi parë këro? Me që era pulsanti i parë. Jo. Kam me që fillo sepse 29 titull kampion. Daton 1920. Zyrtarisht 126. Filloi me 46. Tani për ne po thena ça njifem edhe ça ne ndjejmë.
26 tituj kampion të njohur, 29 tituj që ne kemi ndjesitë brendshme dhe thuhet që mund të ketë një artikulim të gjës dhe mund t'i njihen. Tiranës është në diskutime sipër. Unë flas për atë që ka treguar Tirana ndër vite dhe lojtarët, ato që unë kam një idhull te Tirana, Devi Muka. Pse Devi Muka? Unë me atë lojtar jam rrit dhe atë lojtar kam ndjekur më shumë ke Tirana. Nga momentet që unë kam përjetu, nuk ma, se po kujtonim dhe shpar. Ka bërë një gol me shumë rëndësi. Do të tregoj një histori të shkurtër mbi Devin, nëse kemi gjithkohën e botës. Shiko. Devi që më ka bërë tifoz pas Devit që shifja Tiranën në çdo ndeshje, e shikova prej Devit. Devi dha atë identitetin që lab mbi të gjitha, po Tiranën e donte në maksimum. Dhe gabimi më i madh në ekip ka qenë dikur që është heq Devi Muka si drejtor akademie. Ka qenë gabimi më i madh që ka bërë Tirana. Se ishte një individ që ka treguar realisht shumë. Mbi historinë e Tiranës, duke folë edhe për legjenda, Agustin Kola, Arben Minga, e shumë të tjerë, që ati ekipi i kanë thonë është temë shumë e rëndë të lush me Tiranën. Pra, historia e Tiranës janë trofet, legjendat, tjetër. Legjendat, tifozeria. Legjendat, tifozeria. Linja për papin. Për historinë e klubit Tiranës, ndryshe nuk do ishte ky rivalitet që ne jemi këtu në studio. Janë ato trofet patjetër, se Juve ka një trofe në Itali, po për me gjithë respekt jam tifoz e Inter, Milani njihet botërisht më shumë se Juve. Ka dhe histori më Juve njihet. Ka dhe emër më të frikshëm se sa e Juves. Po pra se dhe këtu jeni lokalist, më na pranojnë në Shqipërisë, mund të jepte edhe ju. Partizani e njohin ndërkombëtarisht, e njohin, janë tifoz nga Tetova me Partizani, janë tifoz nga Prishtina me Partizani. Nuk bësh dot me Tiranën, ta siguroj pse. Sepse mbrat parë për Partizani kanë luajtur lojtarë që kanë përfaqësuar dhe kombëtaren. Domthonë qofse bëj një listim të vogël sa lojtarë të kombëtarës kanë luajtur për Tiranën dhe Partizanin, përqindja është diku ke 56% e lojtarëve të kombëtarës kanë luajtur për Partizanin. Me llogarit. Prit, dalim këtë trofet. Një skuadër që për kaq kohë ka humbur titullin kampion 22 herë, tregon që skuadra rivalizuese përveç 17 kampionateve, një kupë Ballkanit që ju si keni arrit, keni shkuar deri në finale. Edhe skuadra që u diskriminuan komunizëm teksa Benfica e shkriu Partizanin, është çështje kombëtare, Partizani do të ishte sot me 20 kampionate, pse sa atë vit u dënu këtë ekipi Partizani. Po, shkriu Partizanin. Se diun këtë. Me pak shkurt. Me 4 kartona të kuq në Benfica, Partizani kërkonte edhe karton e 5 të kuq që të ndërpriste neshën. Nuk e jepte Çametin, u ndëshkuj pari Musa, u ndëshkuj pari Ahmeta, ndëshkuj Spani. Ne kemi keni marrë dhe ndërkohë që erdhën në Shqipëri, vetëm se mos solidarizuan, më thonë që na mytën se ishin pa me fëmijë të gjitha. Byroja, shtetja saj kohe e dënoi Partizanin 2-3 vite me lojtarët më të mirë që mos merrte. Na Ajaxin keni luajtur? Prit, mos lushin fare në kampionat, u dënu Musta e gjithë. Partizani humbi kampionatin, humbi vazhdimsinë, humbi atë ritmin. Dhe mbi të gjitha nuk mori pjesë 5 vjet me Europë më. Sigur fitonte kampionatin. Respekt për Partizanin, po në ca detaje vlla, hajde diskutojmë se nuk do të arrini kurrë historinë e Tiranës. Pano janë shumë emra të frikshëm. Pano është legjenda e Partizanit. Ka luajtur portier e Tiranës. Po për çfarë lidhje ka kjo? Do bënte portier i legjendë e Tiranës. Po. Me gjithë respektin se me Ledion rrim, takojmë edhe familjarisht. Edhe Ledio është rekordmeni. Shif, ja ku dole ka historia e rekordit do. Po ke Ledio nuk ka lidhje me njëri tjetrin. Ke Ledio ka nisur që Partizani lojën. Pse? Po historinë e ka nisur 7 minuta pa psu gol, fiu dhe Gogunja. Skuadra që ka para ca ditësh postova një analistë të mirëfill të kampionatit shqiptar, skuadra që ka më shumë fitore, barazime dhe humbje në kompetencionin e majorëve kampionatit Superligës. E si janë to? Është shumë lart Partizani. Partizani. Po patjetër. I di statistikat? Shifi statistikat. Në përballje direkte me Dinamon e kemi shkrim. Tiranën e keni dimon, Rostati e dini, thellë 26. Historia e vërtet. Juve 0 me gjithë respektin vllaznin e Basonit, gjitha këto janë gjithë Shika. Edhe në demokraci, edhe statistikat, se kam botë një debat me një studio tjetër për një statistik demokracie gjasme, që se demokraci shqipni ju. I boni analizën demokraci neshe direkt, ai doli prapë i hum. Tash pa më vlla, tash si e do tash. Linja për ty. Çfarë do thoshe do doja? Do të tregoj një histori të bukur. Jepi. Tirana kur fitoi kupën vitin që ra për kategorie, fitoi kupën e Shqipërisë, po. Vitin që ra Tirana për kategorie. 2018-2019. Ka qenë Erando pjesë. Tani kujtova. Erando pjesë dhe Devi drejtor sportiv. Vjet Devi
mërzit çunat, ishin marrë kupën e Shqipërisë, asnjë nuk nëse e mban mend. Asnjë nga çunat nuk pranoi medaljen. Del medalja hiqin, Shiko. Vjen momenti, futen në autobus çunat, profesor Mireli me gjithë respektin, sepse atë periudhë na udhi Mireli, jo na udhën mohabet e tjera, na udhi politika, po s'do të hyj këtë mohabeti se janë ca gjona shumë të rëndomta. Futen në autobus çunat me unis për stërvitjen e radhës për në Tiranë, duke marrë vesh që kishin ra për kategorie. Shkon aty dhe njëri nga ato çunat, pa çunat e vegjël mos gaboj ka qenë një nga ato elementet e rinj, Albi, Doka, se tani u kujtova. Albi vën kupën, tu tha fiton kupën tha. Jena atë lumtur tha, vjet Devi, po kush e puni këtë kupën tu tha. Po ti tha, po. I ka ti tha ulën në fund tha ti çokë Tirana tha, Tirana ra për kategorie tha. Ju tha doni me na shplot zemrën tha, duke na tregu kupën atë hiqin. Cili ekip ka patur koreografinë më të fortë? Ndrova se ma bërë me linjë ti. Shiko, edhe kjo është shumë e bukur, patjetër që është një pyetje shumë sensitive, shumë e nevojshme. Koreografia më e fortë dhe më e bukur që ishte goditja. Se ishin sa dym shumë. Goditja e rivalëve për Njerëzëllikun që kemi ne kundrejt rivalëve. Rivaliteti është sepse humbje kohë gjatë gjithë kohës duke bërë koreografi me rënje sistemesh e gjë, ndërkohë që ne bëjmë koreografi vetëm duke kujtuar legjendat, duke kujtuar Njerëzëllikun, tifozërinë dhe simbolet e klubit ton. Nuk kemi më shumë se keni pas në në vitin në disa ditë pa si një muaj pa. Pas tërmetit ku gjithë kombi përfundat shqiptarë, njerëz Shqipëria përfundet gjithë ato pasojat e tërmetit. Kundërshtarët kishin përgatitur një parullë ofenduese ironike, gjitha vazhdonin ato, kishin harruar fare në plan parë, atë në plan dytë, në plan tretë, çka kishin not para 2 javësh, ndërkohë që një koreografi e tërë vendoste një mur që rezistonte me numër 56 të viktimave, 51 besu shty ndjes, 56 shkuan brapa ato, se vdiqën edhe. Po në atë periudhë ka qenë 51. Ishte koreografia që Jagu është. Për këtë e ka llafin papi. Nuk jam nga ato që bëjmë kështu huliganizma, unë kam qenë gjithmonë nga nismëtar që kam shkuar te grupi fanatiks me i kërku që të sensibilizojmë pak atë korët ofenduese, s'kam pranuar se kush ka sjell këtu e këtë nesër, unë kam edhe shoqëri jam Tiranë, kam shoqëri me gjithë antarët, jo gjithë, po një pjesë madhe. Edhe i thash deri këtu isha unë valla, sepse pun fare i qytet na bashkon, nesmja fillon jeta, kush ka me punu banakier, kamarier, ka koleg, kush ka me punu. Po, shu jena mos jena. Bravo. E mbaj mend ky episod ka qenë madje ka qenë dhe derbi i parë që luaj te Benja që mbush plot. Dhe kur doli koreografia edhe tifozët e Tiranës e kanë dorëkitur atë koreografi. E mbaj mend. Po, por unë ta thash te 5 dorëkitën patjetër vlerësojmë jashtëzakonisht, patjetër. Kur u lut Dinamo Jagellonia në Shqipëri. Dinamo, do të e di stri. Është kam qenë jashtë. Në Poloni, në to polakët vinë edhe tallën me simbolin e Skënderbeut, tallën aty në. Po. Nuk e kanë fundit territorin, pastaj atje dhe në Rinas i kapën. Po, te Nën Tereza e pritën çmorët e kuq, në Rinas e kapët ju. Po, ishte. Jo vetëm Tiranës. Kanë qenë fanatikë zgjuaris bashk. Edhe në Rinas. Po. U bashkuan. Unë di që i kapën pastaj në Rinas e di që ishte vetëm ju. Po, jo ishin të dy. Bravo, bravo. Po, dhe jeni shumë rregull. Koreografia e Tiranës pëlqen më shumë fajta, na thua ne tham. Koreografia më e bukur për ti. Ama përveç në veri që bi po është ashtu se. Ja, të besoj që do thoshta, ja. Nuk e besoj. Ja. Është TF06 kur u bë që madhe Tirana në Madhni, kur goli Gilbertos. Çemalstaf. E di që mbaj mend tu. Mbaj mend ka qenë në Çemalstaf do thosh. Çemalstaf ka qenë një luan në front, po ka qenë në madhe se gjithë Kashia. Si sa provokator. Ajo e bardha, jo. A di se do ta shtuaj. A di se nuk ishte as 6-7 muaj që Fenerbahçe ajo Galatasaray që kishte bë copy paste. Ja. Se çfarë vetë pas këtë bëra. Duhet thënë që edhe kur shkuan derbi Selmas Mrapa, ka qenë gjithmonë stadium më i vogël, por gjithmonë tifozëria. Të dyja palët e bënin më të bukur derbin. Shumë. Tirana fanatikë ka pasur gjithmonë ca koreografi me kuptim, ndonjëherë bënin, mbaj mend që kanë bërë një herë një koreografi me tabelë shumëzimi, me ka qenë aty është. Ka qenë me nën kuptime, ka qenë Jokeri, ka qenë qyteti, me nën kuptime, por aty kemi bodën ne atë rebelin, pa qenë guerrilsat, pa qenë fanatikët, derbi do ishte 10 herë më pak i bukur. Sigurisht, por t'ja u rikujtojmë që jemi këtë tema koreografive.
Të dyja grupet janë mentalitet shumë qartë. Koreografit bëhen me buxhetin e pjesëtarëve të grupit. Të duhet Pra çfarë shihni janë të gjitha të vetë financuara nga grupi, nuk përfshihen me çoka nga klubet. Dhe për këtë jeshim kapelen të dyja grupimeve. Të dash to jam një kujt. Po shkon më mirë pasi ja thashu. Tani kam unë për këtë pyetjen se harrova. Kalote tjetra mbrapa kësaj. Kjo. Kush do të marr titullin më shpejt? I bie kush e fiton ndoshta këtë vit po vitin tjetër. E kuptova, është e zgjatë. Patjetër që investimet e presidentës sonë më kryer gazmendimin, është problem sepse herë ta vonë kjo stërmundimi i madh, ky legu hedh kështu, edhe mënyra domthon se si po funksionon, duke qenë se edhe ju keni fatën e mirë, tash që jam brendësi dhe mund të shikoj diçka me detaj. Mënyra si po punon dhe presidenta si po vepron, duke qenë vetë aty në kryet tavolinës, e ti di shumë ja tavolinën që rri dhe shikon stërvitjen. Besoj që shumë shpejt do t'i marrë frutat. Bukur. Nuk dyshoj që ka qenë pak më naiv në fillim, por që gjërat kanë filluar duke u shtrënguar edhe duke kërkuar diçka më shumë të skuadra janë trofet. Dakor. Mund të them që Partizani mbështes edhe atë grintën dëshirën e fjalimin e Kërnajës që Partizani do të asynojë deri në fund të arrijë Final Four-in, duke sulmu kampionatin që këtë vit. Linja për ty? Ndërkohë Geri Nuk beson, ë? Është ajo që thash parë, thonë, duhen 4 vite që implementoj akademinta dhe nëse arrit ajo që thotë Geri. Nuk besoj se Tirana këtë vit është suplementim për derbi, por kur mund të jetë për titull? Nëse shpëtojmë këtë herë Tirana prej kategorie, nëse shpëton, mas 2 vjetësh e ke Tiranën relativisht në formë, nëse buxheti rregullohet. Nëse ato probleme që janë të brendshme rregullohen. Pas 2 vjetësh do kemi, dhe unë kam shumë dëshirë, kemi një rivalitet top 4, ta kemi atë Final Four-in Tirana Partizani finale. Kjo është dëshira federatës e pra ne bë Final Four-in që të mbushë stadiumi plot. Po kështu mendua Final Four-in. Po patjetër. Final Four-in mendua me një derbi. Me Tirana Partizani po këto me në Final Four-in që u bëre. Edhe derbet ishin, nëse ti e ftoh ka gjatë 36 javë. Po se shqisoj të duhet Partizani natë Tirana Partizani. Tifozin. Nuk mund ta kesh për 2 ndeshje, ta siguroj, mund ta kesh vetëm për ndeshje finale, dhe ajo. Po finale Final Four ishte plot mendoj unë. Finale Final Four, Partizani këtë vit ishte bosh. Absolutisht jo, po them edhe kjo nuk bën sens, e kuptoj. Se ishte ai momenti që menduan të gjithë, jo po. Që do e marri. Do të marri. Dolën dhe zërat fakt, që do e marri Vllaznia. Ishin nga brenda, nuk është vetëm zërat. Prap një datë zona. Po nuk marrin ato titull. Harroje, se s'kan atë mentalitetin e brendshëm. Se me Vllaznia titullin thu? Jo. Ignatia prap. Ignatia prap? 3 vite radhëzi? Po. Është ajo frika që e përmendëm pak ajo suksesi shpejt me menaxhimin e mirë. Ka projektin e duhur, Ignatia ka treguar që vitesh. Dhe të mendosh një trajner si Tetova që është tifoz i Tiranës. Por dhe ka lënë Partizanin. Kjo puna tifozike besoj Tetova është shumë profesionist. Nëse mund të jetë edhe trajneri i Partizanit do të zëmëroj shumë. Jo. Absolutisht do e vlerësoja. Absolutisht. Tetova për mua përveç se super trajner është. Mik është një nga trajnerët më të mirë tu. E gjithme që the Paradajës, po nuk e di atë. Paradajës. Geri ti the është Paradajës, por shumë do thonë që Daja ka shkuar 2 herë në Europa League. Conference League, Europa League. Vetu mat me trofe dhe me suksese. Pra me arritjet europiane. Dakor, okay. Shiko. Un po them për nivelin shqiptar, Tetova është trajner më i mirë në Shqipëri. Nëse për nivel pak më të gjerë, flasim pastaj që mund të ketë rivalitet mes të dyve, por unë vlerësoj atë sistemin e Dajës dhe atë çka implementon ai nga brenda ekipit. Ke thua, po do të fitosh kampionatin me Tetovën, po do Europën me Dajën. Kështu i bie. Kjo ishte. E shkarkon Tetovën direkt pas ndeshjes fundit. Megjithatë Tetova në Europë nuk bëri keq. Jo, po them që bëri keq. Pyetja e fundit. Kush e ka këngën më të bukur në stadium? Ishte këngën më të bukur. Këngën më të bukur. Këngën të lutem tash. Këngë. Kush është i pari? Tani nëse do flasim për këngën të klubit të zyrtare. Po, do të flas për Pajtim Strugën. Tirana kampion, që edhe vet ju po e nisin një këtë këngë për ekipin ton kampion. Edhe Tirana që ka tamam. Ata keni bukur atë? Ata ka pakitur ha bukur për Benaliun. Me gjithë respektin çdo njeri që bën diçka i vepër. Do kemi buri çik rivalitet. Po, tani ti e për unë nga vetëm të këngë që mua babi se babi babim ka bërë tifoz Tiranës, babim ka bërë tifoz Tiranës. Edhe një nga këngët që unë
në vogëli. Se unë jam edhe ke konga Betim Strugës. Kur është ai çuni vog, po ti pas ke arsye çuni vog, që idhet. Okay, O Floro, ti ke lindur me Tiranën. Të dua për Tiranë. Po thoshim për këngë. Për këngë, po, to këngë që vjen që luan. Jo korë të tifozëve, këngë që luan. Jo, me kampion nuk ka autor, është këngë burim shpirti Guerrits. Nëse ngjon, nëse je i panshëm këtë pjesë, nëse rrit 2 sekonda ngjon të këngë me kujdes. E kupton që ajo nuk është, domthon, me tekstet krijuar me gjatërim, është komplet bio shpirtit. Dhe kënga thot, se kam unë një premtim, prej atër kur isha fëmijë, jo s'do ndalem jo, derisa t'jetoj, për ty do këndoj. Ajo është bërë këngës. Tani, kjo është i tjetër lojë që do drejt sa të vërteta pa. Ama ba. Kam bërë tifo për ekipi kundërshtar, qoftë edhe një herë të vetme. Nuk e ke bërë. Prit. Të tifo. Tifo është fjala e madhe. Kam pas një simpati kundra Red Star Beogradi që Tirana të fitonte. Okay. Kjo është pjesë. Qëndron si argument. Okay. Jo, aty. Edhe ju, kur ka qenë një rast, më fal, Tifo. Jo, ke dashur filloi Tirana ndaj një ekipi serb. Po, kjo që thash e bukur. Vetë matematika pastaj ndryshon punë. Po, edhe për këto, quhet. Jo, kështu është ideja. Kam parë gol të kundërshtarit dhe kam pëlqyer në fshehtësi. Edhe kjo është e burr. Është. Ja, po, nuk e pa. Mendoj që gjithë ka bërë. Falli tani po leje. Ai si çerpa. Mbrapa ka thënë ciao. Shikoj, un kam qenë vendos më kat 2 ditë Vetëm e ke thonë. Kam qenë kat 2 ditë nesër dhe tribun pasport aty mbrapa se do vendosim koreografinë, do ishim kujdesshëm për koreografinë. Edhe mund ishte gol i bukur, kam pa mrapa tek highlights-et, ishte gol i bukur i highlights, aty s'e kam pëlqyer pse. Pati jo. Sepse ishte zemër thyer të dalë. Ishte pak e vështirë. Ndërkohë Geri ti pranon që e ke bërë. Ai ka qenë dita e parë dhe e fundit, mas deklaratë që bëni që muçin kur s'kam për ta pëlqyer. Çfarë deklaratë bën, nuk e di unë. Ai s'bot për mua kur profesionist, respektin për Muçin. Çfarë deklaratë? Që më hapi videon të këto zhveshje. Jo. Ropë të moda. Po, ajo, po, okay. Muçin. Tani, goli që pëlqej Partizanit? Mazrekaj. Goli gati nga Këndorja. Po, e mbaj mend. Do thash se mos do Pak ka shumë një gol të tillë ka bërë Ernest Muçi. Tash para bukur ky Muçi. Para sa dita. Konkurrent është edhe s'ku ka me radh fishat me Elbasan. E po ku ishte dhe konkurrent është edhe Gjigja që merr topin nga gjysmë fushë dhe shkon kandidat. Po ishte e bukur. Tek po dash, mund jetë ai braziliani që bën vetëm fitores. Që bëri gol, po. Çmeni komentatorin. Kam bër foto me shallën e kundërshtarit për qef. Si e mbos. Larg qofës ma hull shallin. Je ti shtype. Jo, nuk e kam bërë. Normal që jo. Okej, s'ka ndaluar. I vetmi rast kur bëhet foto me shallën e kundërshtarit është kur shalli është mbrapsh. Kush e kupton e kupton. Faleminderit, miropafshim. Kam patur një bluzë të skuadrës tjetër në shtëpi. Nuk bën vaki që të kem. Nuk rri aty në shtëpi. Unë s'kam bluzën e Milanit, kem bluzën e Kam lavdëruar një lojtar nga ekipi tjetër. Pa. Papi Cilët kanë qenë lojtarët? Mund të kenë qenë në periudha ndryshme, sipas mohabet analizë që kemi bërë, mund të kenë qenë shumë lojtarë. 2 emra. Si 2 emra tash. Këtë dush ti. Lesa nuk bëj emra. Muçi çetari mi, unë kam lavdëruar. Muçi ke Tirana, lojtari mi. Po por papi e tha që me Muçi nuk person Muçi ke Tirana. Hajde mos unë kam një. Fortuzë, por se ju se keni arritur. Vllai, dorë vjetër për mua ti. Bardi. Fortuzë. Bardi. Interesant emri Bardi. Po. Bardi se kam vlerësuar sa duhet ja mendimi tim te Partizani. Jo, nuk besoj se ka pasur me Partizani. Nuk besoj. Megjithatë shpek për Bardhin. Jo për Partizani. Se ka vlerësuar kampionat shqiptar sa rëndësishëm. Po. Absolutisht tepër i mirë. Mos e shpreh gabim. Okej. Po, kampionati shqiptar ka qenë shumë i mirë për Partizanin Bardi. Dhe mendoj që nuk e vlerësuai sa duhet. Jo nga Partizani. Absolutisht, këtë do të them. Ka qenë periudha ardhmë me treshën pam. Unë thoja thash Sali patjetër që thash disa periudha ndryshme. Nuk mund t'i kujtoj. Sali ku luti Tiranë periudhë, mbase nuk e di, mbamën fiks. Sinanin. Lesin po këto që i kam lavdëruar ti. Jo ti. Flor, çka ke dash për kalota e fundit. Spangu Flori. Kam gëzuar ku skuadra tjetër ka humbur keq me ndonjë ekip të tretë. Mendoj që kanë Ada Veripojës. Po çfarë bër të gëzot? Ai në gëzomi Superliga, ai personi aty ka qenë i diskriminuar atje. Politik shumë. Po mirë tani ti ke gëzuar kur rritë nga Po ti çfarë do kemi pak rivalitet. Po ti nga kush u rraf Tirana që u gëzove ti? Po normale burr
televizorin e madh kishim ke Partizani Kastrioti, televizorin atë Bylis Tirana. Bylis Tirana, Rafisha. Ajo penaltia e pa kështu. Nëse Atë penaltin e ka psuar këtë Desmet, nuk ka bërë më. Kam menduar të paktën një herë që ekipi tjetër është më i mirë nga ekipi im. Mund të ketë bo reali. momente caktuara mund të kenë qenë. Jo realisht. Ka pasi rast kur Se shemë nuk rrëfshata e Kukës, që Tirana do dilte kampion, padyshim që nuk po them që ne tifozë mund ta ketë këtë lloj ndjesie asnjëri që o bobo të shkojmë stadium po të na rraf Tirana, por që në fush nuk e shikoja Partizan si barabart me Tiranën më nishe. Edhe kur boni gol Skuka dhe gol Buku më rrëfshat, isha me atë ndjesinë që nga momenti në moment e pritësha reflektimin dhe golin e Tiranës, nga momenti në moment. Sa doli anë, sa më mend. E përmbysëm 2-1 për Tiranën. Po. Çka ka këtu analizë ishte por skepse. Patjetër. Ti jofë ti, Jo, është radikal, është radikal. Si më kurat nga kategoria ku keni unë më 6 vite derbi, nuk fitu 6 vite më burr. Janë ndjesia gjithmonë ka shoqëruar. Prapë, përse është ndjesia negative që ti jep derbi gjithmonë. Nuk ka lidhje. A keni këta? Karikoni 2 javë para që di rrafë. Dhe e fundit më anë thë? Po pra, si 2 herë të fundit. Kam qarë për ekipin tim pas një humbjeje. Po. Pa fund. Kur Një rast nga dua. kategoria. E Gnatja. Për Final Fourin? Po. Unë se kërë kam dje shumë të Final Fourin. Unë kam qajt atë. Jo, më të Final Four të fare zero. Nuk e di Final Four, po fiton Final kampionatin. Four nuk jam Qajt atë vllaço ai anglezi që ishte ai arbitri i famshëm në golin valla. Martin Taylor. Në golin nga gëzim që ti jep në qiell 7. So hum kampionatin, atë neshet bë gol te Gnati. Do thonë kur ti ishe duke bënë një paraqitje shumë pozitive. Pavarësisht se thoti se ke drejtë që Final Four nuk ke Pik pyetje se unë e pas kur na myti Ignati janë fush, po gjithsesi. Po më marr shoh Ti Ura Tirana nga kategoria në Shkodër 0-0 doli ajo. 0-0 dhe ka qenë një rast moment fundit nëse më pa. Ka qenë një rast minut fundit Albi Doga, që jep dorë, domethënë hapet topin krah, del ke Doga, i bie topi Doga, i bie portieri. U çat me. Edhe e çiksin në shfarë Dogën ti. Pas kritikave. Dogën kam shumë kritika unë. Dogën kur u largua nga Tirana, filloi ato përçarjet me ekipin. Ti ke qenë Shkodër atëherë apo ishte? Ja, ma Doga është djalë punëtor, fantastik. Pozitiv Shkodër, po ti e pas e vujta më. Po kam respekt. Absolutisht. Për këto që për çajin Tiranën, respekt dhe plagë. Absolutisht. Tiranën. Unë mendoj që ishte diskutim shumë i bukur. Më kënaqem shumë. Urojmë që po them le të fitojmë më e mirë. Prit, marrin parashikim. O madho. Do shpirti bizozhiu. E marrin parashikim. Do ta mbyll fare këtë mision. E marrin parashikim. Unë do e marr parashikim me rezultat koke. Nisë një 2 pastaj me Florin. Papi. Bas tim do vetë vetëm në mënyrë që bluzat herën tjetër nëse do arri unë rezultat në kokë, mos jetë më apo ose ti ndrosh Partizanit. Nëse ti e gjen kokë, ajo ndrohet Partizanit. Kjo është autori Florin. Rezultati Papi ka pas kritika dytë që bën për emision. Unë rezultat nuk jap sepse do jetë një diskriminim nëse e merr përpara Partizanit Tiranë këtë herë. Edhe rezultati është i papërshikueshëm. A do e marrësh pyetja? E merr përpara. Flas që do ta marrim, po nuk e dim tash sa. Ky thot, ti thot dysh e sigurt. Jo, e merr përpara është më tepër lejon lotë të buxhet. Unë jam lejon online. Unë jam kem sot një buxhet fort i mbështetje i biznesmenit, them të hap nga këto institucione që bëjnë të kujdesen për buxhetit, ti thot dysh e sigurt. Sa mendon se del derbi? 1-0 shënon Axhiu. E kam si ndjesi. Rezultat koke. Atëre, unë do të them s'kam pasur herë ti Floro. Po vazhdo madh në fillim. Unë po them. Po ky është i deklaruar, çat pret nga ky. Prit, ja. 2-0. Gol po japi gol Bytyçit, nuk e di pse. Po japi gol Bytyçit se ka gjetë vetëm shumë me Kërnajan. Atë shpirt në garë grintën, ë? Askush nuk e tha barazimin. 2-2 në thoshti se është bërë më shpesh. Po luaj tek një 2-2, nuk e di, e shoh. Seriozisht? X tot, Flori thot XX4+. E shoh. Pa, ta mbyllim para se Mantha të vazhdoj me ato kaloj te kornet, po e mbyllim. Ka një handicapet. Mantha ishte një herë po bënim gati një emision, edhe ishte vonë. Kishim i ftuar, do të thënë që po bëj gati moment fundit. Ishte ora 2 e pak sa e kisha mbyllur, ja çoj ishte zgjuar, e tha ç'ne, tha po luam Botafogo U19. Tha ç'ne, po e ndjek kampionatet e vogla. Unë se kalada, do të çuna. Unë jam te GT Fosta, ai Luçiko.
Duke i falendëruar çuna gjithë këtu. Ja atmosfera shumë e bukur derbi, urojmë ditë po ka që bukur edhe në fushë. Si në fushë, si në shkallët e stadiumit. Fair play mbi gjitha. Andale!